por o nis me një njeri shqiptar që ka emrin Eqrem Kryziu dhe një ekip prej 40 vjetësh, haptazi, për zbulimin e krimit të UÇK-s që i ka bë. Po, vrasjen e LDK-s që i ka bë UÇK-ja. Vrasjet që i ka bë UÇK-ja. LDK thua ka iniciuar. Megjithatë kanë formuar një komision zyrtar që pas. Në kuadër të partisë, po. Kuadër të partisë dhe në kuadër se partia ka pas pushtetin. Po. Dhe ata kanë punuar. Bile kanë pas edhe ministrët e drejtësisë njërin prej anëtarëve, aty që s'dua prapë të merrem me aty po dua thashë të vdekurit. Dhe mos harro, gjatë asaj kohë ta kanë vepruar që ky që zbulu që tash ai ishte atëherë. Do thotë a ka punu? Po. A ka punu? Po. Dhe dash që ata mërmenja nuk ka kry ky mision dhe nuk kanë kry ata në qoftë se thojnë se ne s'kem ditë, nuk kanë kry pa dashje, s'kanë quajtur në detyrën e këtij misioneri që ka kriju këta dhe krijoi ky ka dash me kriju me bind njerëz që jo bë transplanti organeve, që për këtë ka punu për del, në një kohë ku sot një mjek i aftë ligjërisht nuk mu e bind botën e Evropës se në Kosovë bëhet transplant e organeve.